Thethi dhe Boga, dy prej perlave të Alpeve shqiptare, u zgjollën si destinacioni i radhës i kolonisë së piktorëve Elizus Art në ndalesën e saj të katërt. Gjatë 4 ditëve, 20 prej piktorëve më të njohur në vend punuan në zemër të Alpeve shqiptare, duke sjellë në telaj omagjinë e peizazheve malore, por edhe bukurinë e kostumeve tradicionale të burrave dhe grave të zonës. Realizimet e kësaj ekspozite janë të mahnitshme sepse vetë relievi i këtyre zonave i Alpeve ka qenë aq imponues që secilin në telajin e tij të sjellë rezultat mjaft të mbreslënës për secilin edhe për vetë ardashësit. Është një rezultat artistik i mrekullueshëm, është një pjesë që do mbetet në arkivin e artit shqiptar. Ishte një mrekulli edhe vendi që zgjodhi Deda. Unë këtu kam kaluar para 40 vjetëve, tash u riktheva, po jam manit me bukuritë e këtij vendi. Bile aq tepër na ka pëlqyer sa që do të vi edhe vetë individualisht për të vazhduar me punën. Organizatori i kolonisë Det Maluta, i cili prej 2 vitesh bashkon artistë nga e gjithë Shqipëria, thekson se synimi kryesor është të ruhet dhe të ringjallet tradita e pikturës së peizazhit tek brezat e rinj. Ne kemi një plejad artistash, piktorësh të peizazhit, e cila të them të drejtën nuk është se brezat e rinj po e trashëgojnë. Këta janë disa artista që edhe për arsyeën e moshës, koha bën punën e vet, mosha bën punën e vet. Po kështu e reja në art e ka bërë që peizazhi të jetë më pak i levruar. Kolonia piktorëve shqiptar prej 2 vitesh udhëton në disa prej zonave më të bukura të vendit, nga veriu në jug, me qëllim të evidentojë përmes artit bukurinë natyrore dhe trashëgiminë kulturore të Shqipërisë.